Ta bëjmë një gjë të bukur sot. Ta pastrojmë pak. Unë jam gati, gjë e fundit që do bëjmë është tapeti, kështu që bëjmë punët e tjera që mos ta bëjmë pisë, dhe unë kur duar Po futemi edhe vinë edhe të tjera. Jam i pari që vi direkt. Faleminderit. Patjetër që me paramendim, sepse ndonim domethënë të organizoheshim një mënyrë të tillë, ashtu e menduam. Me paramendim në çik kështu, ndoshta mund të jem gabim, unë të cep një vot që ti të më japësh një nder. Domethënë kjo është një paramendim. Jo, shiko. Është gabim mendoj. Ne mund ta bënim edhe me dikë tjetër këtë gjë. Po ideja është kush e thon atë që si bashkëpunim kjo është tjetër gjë. Po me paramendim ende. Po se kam dhënë me adhon se unë di që Selina s'do mbote nder. Unë kam dhënë me mendimin e saktë që duhet ta marrë një femër. Një, dhe s'ka konsin ty vetëm. Dy, dhe ti tregoj që unë s'kam asgjë me ty. Edhe pse luajm, edhe njeriu që s'ka më fare kontakt, që ka më pa kontakt tu është Selina, prapë desha me adhon votën. Edhe thash e bërtita që du t'ja jap një femër. Edhe mu pëlqeu që Jurgjini tha du t'ja jap një ojlës. Po quat i thash. A ta thash shu? Po. Bashkë folëm me thirrë. Jurgjin po, unë e gjuj këtu. Gjën time, ta dini. Tim të jam edhe ke Joela, po jam dakord të dyja jam korrekt. Po pse, nuk e kam unash marrëdhënie me Selinin sa atë që bë me Joelën t'ja kërkoni më asaj. Po ideja është Ideja është se cila nga palët që po bashkëpunonin të kishte një fitim brapa. Kjo është e gjitha, unë nuk e përdora që të fitonim ne. Po nuk isha dakord që ta japi votën me paramendim, këtë po i them. Domethënë ta japi votën që të bësh inerti më. Ore, këtë mund ta bënim edhe me dikë tjetër. Jo, unë se bëj dot. Jo, se duket se po jep për interes. Se sa ke sinqert. Dikush ka qef me but, dikush s'ka qef me. Unë s'po gjej pse ka po. Ai pyetë si është shqiptar. Asaj vajzës i tham, mendojmë që duhet të jesh ti për të treguar unitet sepse mendojmë që ke marrëdhënie më të mira me të gjithë dhe do i angazhosh në këtë mënyrë të gjithë në punë. Duhet fair në vendim. Në vendim, se menduam që do ishte fair. Dhe edhe kur ajo do ta vendosim. Ti bëj çfarë të duash me të, nëse ma dëgjon këshillën shumë mirë, në të kundërt të respektoj. Po të gabim për mua, po respektoj. Do ta respektoj normal. Eugini ja kërkoi personalisht atë gjë dhe është marrëdhënie personale, nuk ka lidhje me grupin. Ishte i vetmi që tha, unë ta jap nëse më jep avantazhin. Ishte i vetmi. Jo, po ja bëri fair. Duhet të jetë ja tregova kjo të çon në një mendim që ta kuptoj. Kjo çon ke realitetin që jetojmë ne. Nuk basi nuk është vetëm mendimi i Euginit kur ju rrini bashkë të katër. Jo. Ore, unë në vrenjta kur e tha në platformë. Unë në vrenjta lëre u vrenjta. Po jo mendimi Në qoftë se do të ndërry unë. Jo, s'kam nevojë, më beso. Ta them me shpirt, po ta them me shpirt në çka. Kam luftë tjetër për moment, duhet të zish luftë tjetër. Në qoftë se ti nuk lasua do në sy, e marr unë i them. S'kam problem. Jo, por ashtu nuk kam problem. Jo, fare. Po jo, më zemra e ftoj mes gjithë, ftojmë prime për atë punë, po. Jo në prime. E ftoj atje se kam problem, po problemi që ndonë që kam një luftë hapur, tash duhet ta mbyll këtë luftë. Merrem me qëllimin, pastaj atë. Po mirë një. Pra duhet më mbaruj luftja që kam të hapur këtu. Kur të mbaroj këtë luftën pastaj. Nuk e di tash, më duket vonesa këto. Nuk është për vonesë, është për tjetër gjë. Ore më duket vonesa se nuk kohë. Jo, nuk kam kohë, po jo më është kohë gjatë. Njerëzit janë kuriozë tani nga jashtë të gjithë që çfarë do bëj tash Stella dhe Casey. E di. Do presim, do i vi momenti. Do vi, po më beso Casey, më do vi momenti. Po mirë tha prita po ti serdhe. Po jo. Patjetër, duhet ta shikojmë. Nëse ti unë them që ju në vaj madh edhe zuaj. Po, do ta bësh një dhomë. E kam bërë atë plan. Ç'ke? Okej. Mos e po çam, kujt i thua më fal. Po jo më fal. Po gomar, kujt i thua më fal. E kam hapin që po i vazhdon nuk ke. Ç'ke më shpirt. Kjo ishte domethënë. Vonesa është në dëm tënd. E ndëm pastaj që hyri. Po e di pra ja dëmin për ta bëjnë këta të gjithë. Jo të gjithë, po. Po, të kuptoj. Prandaj po them. Se kjo i tha faleminderit që më pritë. Po kush do të vetu më? A gjithë ja futën mbas krau. Përveç Nestit.